Djali nga Kosova që komunikon me një botë tjetër. Në këtë video dua të nënvizoj që shumë prej jush më kanë shkruar dhe vazhdojnë akoma të më shkruajnë, bile disa nga emailët ende nuk i kam lexuar. Dhe doja të nënvizoja që janë një pjesë prej këtyre shkrimeve janë tepër të rëndësishme. Pse janë të rëndësishme? Sepse para disa javësh, siç ju kam thënë, kisha kërkuar që të më tregoni se cila është gjëja më e çuditshme që ju ka ndodhur në jetën tuaj. Dhe është vërtet një mister që një pjesë e madhe vazhdojnë që të shkruajnë duke treguar historitë e tyre me kontakte me forma të tjera jete, pra me një botë tjetër. Në fakt unë tani dua t'ju tregoj se si në vitin 2015 kontaktova me këtë djalë. I kisha filluar, ai më kishte shkruar dhe herë të tjera, kush është rastisht njerë si gjithmonë, le t'i bëj like faqes që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Dhe me qenë se kemi 5 minuta kohë, doja t'ju tregoja që në vitin 2015 kur kisha kontaktuar me këtë zotërin, një sekond, se është njëri që do të dali këtu. Më falni. Dhe po thosha, në vitin 2015, më falni, po teksa po pres se duhet të ikim sot, në vitin 2015 kur të kontaktova për të parë që bisedova me këtë djalin, të them të vërtetën, fillimisht më duk një fantazi. Jo sepse nuk më kishin shkruar dhe të tjerë, por ky djalë është pak, si mund t'ja u them unë, është pak flet shumë, më falni që e them, është djalë fantastik, por kur do që, sepse ai ishte plot, donte që të tregonte. Pra, ku është problemi i këtyre që thonë që kanë kontakte me forma të tjera jete? Që shumë prej tyre kërkojnë që të zbrazin ato që kanë në mendje. Pra, mistere, sekrete, ose gjëra të mëdha që për mendjen e tyre janë vërtet, jo vetëm për ta, por dihet që është edhe për njerëzit normal, sepse pjesa dërmuese e njerëzve i klasifikojnë si fantazi, ose si çmenduri. Në fakt do t'ju tregoj historinë e këtij djalit se çfarë ndodhi. Ai më kishte shkruar disa herë, siç ju thash, kush është rastisht e di bëj live shimi sërish, nëse nuk e ka bërë ende, ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Ai më kishte dërguar disa emaile me disa shkrime dhe disa pika që kishte vënë në disa fletore. Dhe nuk u dhash shumë rëndësi, por një nga këto i dhash rëndësi sepse kishte shkruar një datë 8/9/2018. Dhe me qenë se ishte viti 2015, thash kush e di se çfarë do ndodh, sepse ai mendonte që në vitin 2018 do t'i ndodhte diçka. Ose jo me fjalë në atë datë do ndodhte diçka shumë e madhe për të. Dhe si tani së pari njëherë dua t'ju informoj që ai ka këtë kontakt me një entitet. Dhe ky entiteti e ka ndriçuar për shumë informacione. Sikur t'jetë një udhëzues. I tregon shumë gjëra. Nuk po flasim tani që është profet apo ta di unë sepse shumë mund të mendojnë këtë. Jo. Është diçka, një entitet që e sugjeron për gjëra. Dua të nënvizoj që këta entitete kanë filluar që prej kohërave antike dhe nuk dihet se si. Unë mund të tregoj për shembull një pafundësi liste me njerëz të famshëm, duke filluar që nga Leonardo da Vinci apo Picasso apo ku ta di unë, të gjithë ata që kanë bërë zhvillimin, edhe Mendelejev që kemi thënë etj, që dikush e ka thënë publikisht, dikush nuk e ka thënë publikisht, që këto entitete u kanë dhënë informacione. Tani, çfarë janë këto entitete ne nuk e dim, sepse mund të jetë dhe një i vetëm,
mund të jetë një entitet që mban nën kontroll mendjen e njerëzve. Ne nuk e dim. E them këtë sepse është sikur di çdo gjë në të njëjtën kohë në të gjitha mendjet e njerëzve. Pra, nëse më pyesni mua, çfarë është ky entiteti ose çfarë janë këto entitete, di këtë. Është e vërtet kjo, që të gjithë krejt thon me fjalë të bën që të kuptosh që pas këtyre njerëzve që kanë këto informacione, ky entitet ose këto entitete njohin të gjitha gjërat në mendjen e njerëzve kudo në botë dhe në kohë reale dhe mendimin tënd. Përveç kujtimeve që ka një njeri, por edhe mendimin tënd, çfarë mendimi ke ti sot, çfarë mendimi ke nesër. Bile ka patur raste dhe ka akoma që tregojnë disa fragmente që ende nuk kanë ndodhur. Dhe këto janë gjetur me përpikmëri. Dhe kjo më bën të mendoj që është mendja kolektive, ose si mund të quhet mendja e madhe, është vetë universi, sepse aty është e kaluara, e tashme dhe e ardhmja. Mendoj unë, nuk e di tani. Të paktën sipas teorive, mendoj që është kështu. Dhe ky djalë mendonte, siç ju thash, që në vitin 2018 do ndodhte diçka. Më shkruante her pas here, bile ishte shumë aktiv në Facebook, në faqen tonë, dhe shkruante shpesh. Mirë po, për një farë kohë nuk e pash më. Nuk shkruante më. Nuk u interesova, sepse kishim komunikuar vetëm kështu me e-maile, dhe me qenë se kishte kaluar kohë, thash, të shojmë, sepse her pas here më shkruante edhe e-mail, dhe unë mendoja që mund të ketë ndodhur diçka. Dhe kaloi viti 2018, nuk i shkruajta, por më shkryti vetë, viti 2022. Dhe më tregoj që në vitin pikërisht në atë datë, pra në datën 8/9/2018, ndodhi diçka. Pra e futën në një repart psikiatrik. Sepse vetë familja. Sepse ai kishte filluar nga momenti që ai filloi që të fliste me mua, ndoshta sepse më përpara ai e thoshte me shumë qetësi, pra jo i hapur plotësisht, por si duket nga momenti që foli me mua i duke shkrejt normale, që mund të fliste me këdo. Dhe filloi të fliste me familjarët, ku ta dinin familjarët. Nuk mund të them ku ta dinin të gjorët, sepse janë pikërisht familjarët që krijojnë probleme këtyre njerëzve, që i shkatërrojnë, jo vetëm psikologjikisht, por edhe fizikisht. Pse? Sepse duke menduar që këta janë të çmendur, pse? Ai nuk vrau askënd, nuk tha asgjë. Ai nuk veç se thoshte që ka një kontakt me një entitet. Ku është e keqja? Ku është problemi këtu, nëse ai thotë që unë kam një kontakt me një entitet? Ku është problemi? Dhe ata morën me njerë këtë psikologun. Psikologu tha që ka nevojë për kura, sepse bëri një test gjoja psikologu, ka nevojë për kura, në spitale publike, normal. Dhe si përfundim e futën dhe falë Zotit që ai do ja u them. Falë Zotit që ai kur jepnin ato pastikat, shumë prej tyre i the poshtë. Me fjalë, ata vetë pse e kontrolloni në gojë, ai bënte një truk që nuk mund ta themi. Bënte një truk që e i the poshtë. Dhe shqyr që me kalimin e kohës mendja e tij qëndroi pothuaj stabil. Sepse po të kishte marrë këto pastikat, kush e di se çfarë mund të ndodhte, sepse duhet të themi diçka që është te jetë e rëndësishme. Psikologjia dhe shkenca nuk e ka kuptuar ende mendjen. Bile nuk e ka kuptuar edhe vetë njeriu. Vetë njeriu nuk e di, edhe ti po të shikosh për shembull shkenca që quhet shkenca e mirëfillt, nuk e di se si funksionon truri. Nuk e ka iden se sa është maksimumi i trurit, sa mund të funksionojë truri dhe si mund të funksionojë. Ka disa informacione dhe ne njohim shumë pak. Dhe ne me anë të psikologjisë, pse është e vetmja gjë që ne mund të kuptojmë pak trurin, është psikologjia.
sepse ne as me aparatura, as me gjë, ne nuk mund ta kuptojmë trurinë e njeriut, fare. Ne mund të kuptojmë thash shumë pak, mund të kuptojmë njërin që është i luajtur dhe vret njerëz, po, sepse bën ekstremitete, por në sintezë ne nuk e kuptojmë. Dhe është turp që sot, viti 2025, që ne të vendosim se çfarë një njeri nëse thot ka kontakte, të vendosim që ai njeri duhet marrë disa pastika që ne nuk dim se çfarë janë ato pastika dhe çfarë problemesh mund t'i krijojnë. Sepse nga të gjitha ilaçet, vetë shkenca na shkruan që ka efekte kolaterale. Kështu që unë jam i mendimit që psikologjia duhet jetë më e kujdesshme për këtë, sepse për shembull ky djaloshi fal Zotit që doli çdo gjë okej, sepse i bindi ata duke thënë që jo, nuk kam kontakte, çdo gjë normale etj etj, dhe ashtu gjysmë për gjysmë sikur e lan edhe ai vazhdon jetën e tij. Dhe nuk del publikisht, sepse po të dali publikisht dhe fillojnë dhe njërë tjetër pastaj nga e para, familjarët të parët, sepse si që thash, nuk e di shkenca dhe psikologjia merrem me familjarët që janë akoma më të pa informuar, për mos të përdorur termë të tjera. Dhe po thoshe që çfarë ka ky të veçantë? Të veçantë ka që përveç se gjeti atë datën që unë e njihja si datë dhe ai, përveç se e gjeti, ai kishte edhe informacione të tjera. Dhe ajo që më bën përshtypje është informacionet që ai ka për sa i përket botës, universit, trupit njeriut etj etj. Pra nuk është po ta shikosh, nuk ka informacione banale. Sepse kjo më ka bërë përshtypje që ju kam thënë shpeshherë. Po të shikoni të gjithë këta që thonë që kanë kontakte me forma të tjera jete, kanë një inteligjencë më të lartë se sa normalja. Kjo është e vërtetë. Pastaj, nëse mes tyre ka dhe të çmendur, kjo pak rëndësi ka, me fjalën s'po flas për këta, por po flas në kryesisht ata që thonë që kanë kontakte me forma të tjera jete, janë njerëz të zgjuar. Po ta shikoni. Bile do t'ju them, një psikolog i famshëm amerikan, thoshte Skinner quhet, thoshte që njeriu është bërë zhvillimi i njerëzimit është bërë në bazë të disa që ne i klasifikojmë si të çmendur. Pra, pikërisht këta që kanë kontakte me forma të tjera jete dhe japin ide të ndryshme, ku këto ide çuditërisht janë efikase, një pjesë prej tyre. Pra, janë të vërtetuara. Dhe unë do dëshiroja sërish, insistoj edhe njerë, kush është nga ju që ka kontakte me forma të tjera jete, çfarë kontakte keni, nëse i keni, më shkruani këtu në privat ose në email. Dhe do t'ju lutesha që të lini një komentin tuaj çfarë mendimi keni për këtë djalosh nga Kosova, dhe për të tjerë, nëse keni dëgjuar të tjerë që thonë që kanë kontakte me entitete, me ëngjëj apo ku ta di unë, dikush thotë edhe me Zot, do ta themi më vonë këtë. Kemi një grua që ajo thotë që është e lidhur për ditë me fjalë me kontakte me Zotin, të paktën kështu thotë, dhe do t'ja u them në një video tjetër. Sepse është i ka ndodhur diçka etj etj, është e gjatë. Kështu që pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.